Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video tjetër këtu në kanalin tim. Fillojmë sot një vlog të ri, edhe pse kam goxha ditë që nuk kam xhiruar, por me thënë të drejtën nuk kam pasur shumë kohë për të xhiruar. E dini tashmë që tani bëj kursin e gjuhës dhe niveli i gjuhës sa vjen edhe vështirësohet, edhe normal që duhet i kushtoj pak më shumë rëndësi gjuhës. Jemi tani në nivelin A2 dhe tani kam filluar edhe ato fjalët e vështira, ato fjalitë e përbëra me shumë folje brenda dhe duhet t'i kushtoj normal më shumë rëndësi, plus pastaj t'jesh edhe me një fëmijë të vogël, ka ato përgjegjësitë e veta. Vlogun sot do ta nisim me këtë pakon e madhe të temus që ju pata thënë edhe në videon e kaluar, por si fillim duhet t'ju falenderoj për gjitha komentet, edhe më pëlqen shumë fakti që e shprehni. Unë të paktën e quaj vlerësim dhe dua t'ju them një faleminderit shumë të madhe. Paka shumë në çdo video që unë po bëj tani, kemi hol nga temu dhe normal edhe sot nuk kishte si të mungonte dhe shikojeni pak sa e madhe që është kjo gjëja këtu. Kam parasitur gjëra shumë të bukura, disa mund të keni parë në Instagram, sepse kam bërë ato reelsat e shkurtër, videot e shkurtra që bëj gjithmonë. Kjo gjëja e madhe këtu është gjëja më e bukur, por siç ju thash ka edhe të tjera gjëra shumë të bukura. Këto janë një palë pijama, le ta quajmë, një palë rroba që mund t'i mbaj për shtëpi, sepse pijama unë quaj ato që flem, por me këto nuk mund të flesh sepse janë pak të trasha. Dhe kam dashur që vihet i marr në fakt. Është set me 3 pjesë dhe në momentin që e kam postuar në Instagram është bërë shumë virale dhe ka marrë shumë save aty. Njerëzit e kanë pëlqyer shumë dhe është me vërtet shumë i bukur, është shumë i rehatshëm, por mbi të gjitha ka edhe shumë sy për të bërë video, për të bërë gjëra të bukura siç i dua unë, por për më tepër po ua tregoj dhe ndoshta do ta vesh pastaj që t'ua tregoj edhe veshur. Shikojeni pak, janë këtë materialin kështu si teddy, mua më pëlqejnë shumë këto lloj materialesh dhe ndoshta mund të marr më vonë edhe një karrige në këtë materialin kështu, sepse vetëm ajo më mungon për momentin. Ka një xhep të vogël këtu, gjatësia është perfekte, i përshtatet edhe gjatësisë time, nuk janë shumë të gjata që të kapin edhe të fshin gjithë dyshemen. Bluza vjen e thjesht, por më pëlqen fakti që vjen këtu si tip katrore. Diçka të tillë isha duke e kërkuar, sidomos për tani në stilin e dimrit. Këtu në Gjermani e dim që bën shumë ftohtë edhe dimri është goxha i egër. Në momentin që ngrihem në mëngjes, ndodh ndonjëherë që nuk janë ndezur kaltajat dhe është ambienti shumë i ftohtë, por ndërkohë mëngjesi e dini ju që është akoma edhe më i ftohtë dhe në momentin që dua të ngrihem, doja që të hidhja diçka krave. Duke qenë se unë jam njëri që kam shumë ftohtë, thash, ok, më duhet me patjetër një nga ato robdishanat që vijnë deri në fund këmbëve, por pastaj më doli kjo gjëja e bukur kështu që ishte set, dhe thash, ok, do marr këtë. Kjo është shumë e bukur në fakt, sepse e para është deri në fund të këmbëve, por jo aq sa të preki në dysheme, dhe e dyta ka dhe këtë pjesën e ripit që unë mund ta mbyll edhe mos të ndi as edhe një gjë. Më pëlqejnë shumë edhe duart që nuk janë shumë të gjata, janë shumë normale, por për më tepër unë siç e thash do ua tregoj edhe veshur. Këtë e kam porositur vetëm se kur e pash, me vërtet që më ka pëlqyer shumë. Një tas, shikojeni pak sa i bukur që është me kartonin e vet, ishte në këtë që nuk ka shans që të thyet, edhe në ato qesën e zezë. Dhe shikojeni pak sa i bukur që është. Mua më pëlqen ekstrem, është shumë estetik, edhe mezi po pres tani që të ha mëngjesin këtu. Këtu mendova që të bëj ato mëngjeset e mia me tërshër, ose ndoshta me kos, me ato frutat e pyllit kështu, do duket shumë bukur. Kam porositur çorape dhe i kam porositur çorape të tipit kështu që janë shumë të lezetshme. Unë po marr këtë ngjyrën kafe sepse është e preferuara ime. Janë 5 palë mos gaboj? Po, janë 5 palë, janë me këta rushin kështu, shikojni pak sa të bukura që janë, ka dhe këtë, edhe kjo është e preferuara ime, është shumë e bukur, por edhe këto të tjera nuk lihen mbrapa, sepse shikojni pak sa të bukura që janë. Janë kualitet shumë i mirë dhe unë më shumë i mora që t'i vesh me ato shapkat e famshme të Temus që ua kam treguar 2-3 herë tani, dhe besoj se do më hynë edhe në punë sepse çorape duhen. Diçka tjetër që kam porositur, këtë kam porositur më shumë për bukuri, por thash ok, do frymëzohem ndonjëherë, do shkruaj, sepse zakonisht më ndodh që harroj shumë shpesh, edhe shkruaj për shembull gjërat që do marr në supermarket, ato planet, sepse tani edhe çdo bashkëpunim vjen me ato data përkatëse dhe unë
paka shumë e bëj në mendje se çfarë do bëj dhe më duhet që ta shkruaj sepse sinqerisht i harroj, nga që kam shumë punë, është mendja në 100 vende dhe thash ok, duhet ta marr. E kam marrë më shumë për bukuri, për të bërë ato fotot e bukura, por e sigur që do ta përdor edhe për të shkruajtur. Unë e mora të bardhë, por kishte edhe pink, por kismet më vonë mund ta marr edhe një pink. Është i organizuar vetë në këtë lloj mënyre. Dhe nga mbrapa ka edhe këtë shkrimin këtu, gjë që më pëlqen shumë. Kjo është edhe gjëja e fundit që kam porositur dhe e gjithë qesja tani është bosh. E dini për çfarë gëzoj më shumë pasi mbaroj këto gjërat që bëj edhe që tregoj? Gëzoj më shumë për faktin që heq gjithë këto mbeturina, gjithë këto plastik, sepse duke qenë se më rrin aty në dhomë njëra mbi tjetrën, nuk i shoh dot ashtu. Plus okay, është edhe fakti që dua t'i përdor në përditshmëri, por është edhe kjo gjëja që më së shumti heq këto gjërat, mbeturinat, plastikat dhe është gjëja që më gëzon më shumë. Tani këtu kam porositur një pip, por është një pip super e bukur. Nuk e dia e mbani mend atë pipën që kam porositur atëherë me lule, edhe ajo ishte shumë e bukur, por kjo mund të them që është akoma më e bukur. Edhe kjo vjen shumë mirë e paketuar, nuk ka shans që të thyet, vjen në këtë kartonin. Shtresa e parë dhe shtresa e dytë është kjo. Shikojeni pak sa e bukur që është. Unë për këtë nuk kam fjalë dhe është e preferuara ime, e sigur që do porosis akoma. Shikojeni pak, po e afroj që ta shihni, ka një arush të vogël këtu dhe ky arushi ka edhe këtë fjongon që mezi po pres tani ta përdor edhe të bëj ca foto të bukura, sepse me vërtet është shumë i bukur. Në fakt ja pata parë një shoqeje dhe në momentin që e pash i thash ok, më dërgo direkt linkun sepse nuk e di pse nuk më kishin dalë këto gjërat kaq të lezetshme. Më dërgoi linkun edhe e porosita direkt, kështu që edhe ju nëse doni t'i blini të gjitha këto gjëra që un kam marr, do ju lë linqet, kodin për të përfituar ulje edhe çdo gjë tjetër do ua lë në description. Sot në mëngjes, kur po shkoja që të çoja Anjën, takova zyshën e muzikës së Anjës edhe më daloj vetë në fakt, edhe më tha që Anja ka shumë pasion, tha, me sa kam parë unë për muzikën dhe i pëlqen shumë, kështu që nëse do mund ta regjistrosh edhe më dha ato të dhënat. Në fakt është koha tani që ta regjistroj në një kurs tamam, jo siç bëjmë atë turnen që është gjimnastik, sepse ajo nuk është kurs i mirëfillt. Po e pyesim Anjën mbrëm dhe unë jam midis muzikës dhe baletit, por thash ok, do ta pyes sepse ajo tani kupton dhe thash do ta çoj tek ajo gjëja që ajo ka më shumë qejf. Dhe në momentin që po e pyesnim, zgjodhi për baletin, kështu që duhet të shoh për një mundësi për ta çuar këtu në balet. Me sa di unë janë diku te 2 shkolla baleti, 2 kurse dhe dua ta çoj aty. Njëra e kontrollova që parë dhe më doli që ishte 4 vjeçë lart, Anja është 3 vjeçë gjys, por do flas me të, do flas live sepse është ndryshe kur kontakton në email edhe me mesazhe dhe është ndryshe kur ja shpjegon, i thua që ajo e ka pasion dhe ndoshta do na pranoj. Dhe mezi po pres, nuk e di, jam shumë e lumtur, nga një anë mezi po e pres të pjesën e baletit, sepse edhe unë kur isha e vogël do doja shumë që t'isha në balet, por thjesht nuk i kemi pasur mundësit atëherë, edhe tani që Anja u rit, është mundësia dhe mezi po pres që ta çoj, sepse edhe i pëlqen shumë baleti. Nga ana tjetër është edhe kjo pjesa që ajo po rritet shumë shpejt, unë nuk e imagjinoja dot faktin që ajo vajtin në kopësht, edhe tani është përshtatur më së edhe tani erdhi momenti që të filloj edhe një kurs, edhe kur ta gjej veten pas disa vitesh që do filloj edhe shkollën, edhe me vërtet që më duket shumë e pabesueshme, sinqerisht. Për ju që jeni prindër për herë të parë dhe që i kaloni këto gjërat për herë të parë, besoj se ma besoni, po ndihem aq sa e lumtur, po aq edhe si në siklet, sepse po e kuptoj që po rritet shumë shpejt. Tani kemi pa fund këtu mbeturina, shikojeni pak, 1, 2, dhe janë super të ndaj që mua më zihet vendi komplet aty, 3, këtë po mendoj ta mbaj, ndoshta më duhet për në vintet, këtë po e mbaj, po heq vetëm këtë gjën këtu brenda, janë mbeturina, kemi ndonjë gjë këtu, jo, okej. Dhe shikojeni pak gjithë kjo qesja këtu me gjithë këto mbeturina, ndërkohë që mua aty te dhoma më zinte gjithë vendin.
shkon 2:30 dhe duhet të shkoj të marr Anjën. Sot nuk do marr makinën sepse na ka dalë dielli, do shkoj ta marr në këmbë. Dhe Anja gëzon shumë kur unë shkoj e marr në këmbë sepse i pëlqen shumë rruga nga kopshti te shtëpia, kënaqet, shohim gjëra. Dhe pastaj plani për pasdite është që të shkojmë tek IKEA sepse më duhet që të blej një organ dhe normal nëse gjej organ pastaj do blej edhe klaf me përmasat që do t'i përshtaten një organit. Ky është plani për tani, por duke qenë se nuk kam bateritë e kamera, po e mbyll edhe e hap përsëri më vonë. Desha t'ju tregoj para se të fiket kamera edhe veprën e Anjës. Shikojeni pak çfarë ka vizatuar tek dera e banjës. Ka vizatuar zemra, ka vizatuar një tip qielli, edhe mamin, babin, veten, edhe shoqen e saj të ngushtë. Kur e pash, nga një anë me iku truri, por mendova se hiqet, por nga ana tjetër mu bë shumë qefi sepse ka filluar vizaton edhe shumë bukur. Këto kohët e fundit ka filluar bën edhe zemrën, bën një herë një tresh, edhe pastaj pjesën poshtë, këto e kam mësuar te kopshti. Dhe shikojeni sa bukur i bën edhe këto njerëzit, me njerëzit. Më pëlqen fakti që mua më ka bërë me flok edhe babin e vet pa flok.